Shkolla Naim Frashëri në Korçë është një shkollë 9 vjeçare ku edukohen fëmijë që vijnë vetëm nga komuniteti rom apo egjiptian. Për shkak se segregimi në këtë shkollë është në nivele maksimale, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, përfaqësues nga Këshilli i Evropës dhe të tjerë aktorë lokal kanë zhvilluar një takim me nxënës, prindër dhe mësues. Neve flasim që shkollat duhet të pasqyrojnë shoqërinë, pra duhet të pasqyrojnë vendin ku ne jetojmë. Dhe është e papranueshme që në qytetet ndryshme të Shqipërisë të ketë shkolla të cilët kanë në pjesën më të madhe të tyre vetëm fëmijë që vijnë nga një komunitet i caktuar. Desegregimi i shkollës Naim Frashëri është një detyrim që vjen edhe nga Gjykata e Strasburgut me një vendim të majit të vitit 2022, por ende edhe sot e kësaj dite fëmijët që edukohen në këtë shkollë janë të komunitetit rom dhe egjiptian, ndërsa nuk ka komunitete të tjera. Tashmë mendohet që për të zgjidhur këtë problematik, regjistrimet në shkolla do të kryhen sipas zonës së banimit të fëmijëve, duke detyruar kështu të gjitha komunitetet që banojnë afër shkollës që fëmijët i regjistrojnë në shkollën Naim Frashëri dhe jo diku tjetër.